Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Nuk e keni iden se sa e thjesht është kjo recet dhe sa e shijshme. Unë ju sugjeroj që ta provoni dhe pasi ta provoni jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Do ju marr më pak se 5 minuta përgatitje. Fillojmë pa humbur kohë. Me 2-3 lugë vaj ulliri do të skuqim qepët e njoma të cilat i kemi prerë holl. Unë kam përdorur rreth 4-5 qep të njoma, varet se sa të mëdha janë, kështu që shiheni me sy masën e tyre. Do t'i skuqim në zjarr të ngadalë duke i përzier her pas here, jo që të digjen, por mjafton që të zbuten. Nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Do shtojmë një lugë gjelle me miell, misri ose gruri si të keni ju dëshirë. Me të dyja del shumë e mirë, do të vazhdojmë skuqjen dhe më pas do shtojmë 300 ml qumësht, krip dhe piper të zi. Do vazhdojmë gatimin dhe për pak sekonda sa të trashet masa duke e përzier dhe në fund kam shtuar 150 gram mozzarella. Mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni apo ju gjendet në shtëpi. E përziejmë pak sekonda sa tretet djathi dhe e keni gati. Ju duhet të siguroni vetëm bukë pranë vetes dhe do më kujtoni gjatë për shijen e kësaj fërgese. Nëse ju pëlqeu kjo recet, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Dëgjohemi në recetën tjetër. Faleminderit.